Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim për procesin zgjedhor që u mbajt ditën e sotme, mes tensioneve, përplasjeve të shumta si në mesditë ashtu edhe në mbrëmje. Për të folur më shumë rreth procesit zgjedhor dhe se çfarë do ndodh me këto zgjedhje ku tashmë do të nisë edhe procesi i numërimit, ne kemi të ftuar avokatin e njohur Gylsen Zhlima. Zoti Zhlima, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zoti Zhlima, si e keni parë procesin që nga mëngjesi e deri në darkë ku ka pasur përplasje në mesditë, përmendim këtu rastin e Vorrës në një nga KZZ-t ku Flamur Noka është përplasur me një nga votuesit të paktën kështu ja prezantuar, dhe në darkë janë kapur matë njësër patronazhistësh, të paktën siç kanë raportuar mediat, dhe një prej tyre ka qenë edhe Erion Braçe, po themi në një nga zyrat private të Partisë Socialiste në kryeqytet. Ky është një tregues i qartë që Partia Socialiste është e lidhur me shtetin, pra pushteti dhe shteti janë bashkë, dhe ky ishte një fakt konkret që u publikuar që të binden qytetarët shqiptar që me këto makineri nuk shkon dot në Bashkimin Evropian, pavarësisht çdo rezultati që mund të vijë i mundshëm në këto zgjedhje. Dua të sqaroj opinionin publik se në rast se merr me korrupsion dhe me presion vota, ato vota nuk janë origjinale, ata thjesht janë vota të ndikuara. Kjo nuk do të thotë që nuk kanë legjitimitet për sa i përket numërimit të votave, po thjesht ka një tjetër gjë, të cilën subjektet politike nuk e kuptojnë. Është gropa që i hapet pikërisht Partisë Socialiste, e cila me zë dhe figurë duket qartë që përdor shtetin për arsye të pushtetit, që do të thotë shteti dhe pushteti janë një me Partinë Socialiste. Këto fenomene janë fenomene të cilat i kemi parë shumë vite me radhë, nga dita kur ka ardhur Partia Socialiste në pushtet, nga 2013 e deri më sot, ne e shikojmë këtë gjë. Po nuk ka rëndësi konfliktet, ka vetëm një rëndësi që duhet të përcjellim sot mesazhin tek qytetarët. Meritokracia është një fjalë e cila duhet të përdoret edhe në praktik, jo thjesht vetëm në teori, duke përdorur meritokracinë, konkurencën, garën dhe debatin. Këto duhet të edhe në praktik të vendosim, të njëjtat standarde dhe të jenë standarde të cilat nesër do të aprovohen nga Bashkimi Evropian, sepse nëpërmjet meritokracisë ne mund të arrijmë gjithçka të mirë për interes të çdo qytetari, po jo për interes të disa punojësve të shtetit, të cilët me justifikimin se kanë bukën e kalamajve të mi, po punojnë për partinë në pushtet. Në rast se punon për bukën e kalamajt të tu, shko, puno aty dhe mos u bë shërbëtor i asnjë personi i cili të ndikon ty që të bësh presion tek persona të tjerë. E thon qartë shqip. Buka e gojës që të pengosh jetën e çdo fëmijë shqiptari, të pengosh zhvillimin e demokracisë, të pengosh mirë ekzistencën e çdo njeriu dhe mirëqenien e tij, kjo do të thotë është krim, nuk është justifikim. Po nga ana tjetër, si ju duket reagimi i Flamur Nokës në një nga KZZ-t e Vorrës, i cili shkon hapur dhe kërcënon një prej votuesve, po themi të paktën siç ishte prezantuar në këtë qendër? Ai nuk ishte votues, ai thjesht ishte një punëtor, një person i cili ishte vendosur për të thënë që është një votues i cili pengohet nga Flamur Noka, po në realitet jo. Ju ftoj të shikoni Vizion Plus, gazetarja prezantuesja bashkë me gazetaren reportere që ishte në terren, i thot qytetarit: hajde tani dhe voto përderisa Flamur Noka të ka penguar. Ai çfarë bëri? Refuzoi, tha pse kush jeni ju të më diktoni mua kur do të votoj. Pra fakti konkret
që ai mashtronte publikisht ndërkohë që kishte votuar në mëngjes dhe bënte presion ndaj qytetarëve aty, në atë zonë. Dhe oferta dhe apeli menjëhershëm i gazetarëve që eja të monitorojmë se si voton, që të shikojmë pse ai të ka penguar dhe të diskreditonte në një farë mënyrë Flamur Nokën, kjo gjë nuk ndodhi. Që do të thotë, ky ishte një mashtrim. Dhe ajo që është më e çuditshme te këta shërbëtorët të këtij regjimi, tha kush je ti, kur ndërkohë kur ishte Flamur Noka i thoshte mediave, hajdeni më sillni mikrofonin se du të shprehem kundër Flamur Nokës dhe fliste kundër Flamur Nokës. Pra, atëherë kur doni mediat ishte të gatshëm të raportonim dhe të flitshim përpara mediave, dhe aty kur media Vision Plus e ftoi dhe i tha, hajde të shikojmë se si do votosh, ai refuzoi duke treguar arrogancën, sepse këta individ, të cilët janë arrogant, janë të dobët. Ju a them me plot bindje këtë gjë. Arroganti ka një sjellje tjetër, e cila ka sjellje të cilën nuk është moment ta diskutojmë, është gjë tjetër kjo. Por unë dua të them si fakt që ky ishte një mashtrim, por vajtja e Flamur Nokës me imunitet dhe si deputet ishte treguesi i qartë se si presioni ekziston në qendrën e votimit nga shërbëtor të këtij regjimi. Po a ishte legjitimuar mënyra se si shkoi, sepse në fund u kallëzua për kanosjet pjesëmarrësve në zgjedhje dhe një deputet që shkon në atë mënyrë dhe prezantohet në atë formë dhe gati konfliktohet fizikisht me një votues, po themi potencial në pamje të parë, por që më vonë ka rezultuar i tillë. Shërbëtor. Po është legjitime sjellja e Flamur Nokës, kjo është ideja. Po, ju them unë, kur të procedon partia në pushtet, nëpërmjet policisë së shtetit, që është bërë pushtetit, Partia Socialiste, dhe kur të procedon SPAK-u, është një vlerë e shtuar tani e tutje. Nuk ka më rëndësi a ti ke bërë vepër penale, a dyshohet që ke bërë vepër penale. Për Partinë Socialiste ekziston kushtetuta e 1976, në 104, paragrafi 2. Kjo gjë ndodh sot në 2025 me mënyrën se si policia referon me njëherë prokurorisë, prokuroria regjistron me njëherë procedimin, SPAK-u zgjohet për të bërë PR-in e radhës dhe për të dalë dhe për të kapur çfarë të kapi. Një SPAK i cili ka dështuar totalisht me kapjen e krimit organizuar që vriten fëmijët, edhe gratë e botës këtu, edhe kemi ngjarje terroriste, edhe ai i procedon sikur janë ngjarje të zakonshme. Ky është fakt. Dhe jo këto që bëjnë këta alibin e këtyre që u zgjua gjithë policia e shtetit dhe procedoka të gjithë për te Parti Socialiste. Si ka mundësi kjo gjë të ndodhi në këtë vend? Po si do shkojmë në Bashkimin Evropian se do Edi Rama dhe Partia Komuniste dhe bandat komuniste të cilët kanë marrë me parat tona bën pasanik njerëz që nuk ja vlen të marrin 1 euro? Tjetër të marrë një biznesmen i cili ka një cilësi të caktuar dhe tjetër të marrë një person i cili ka një bandë kriminale edhe është antar i bandë terroriste dhe terrorizojnë qytetarët për të votuar. Ka diferencë. Kjo ishte pamje që tregoi Flamur Noka. Pavarësisht çfarë bëri, edhe si kur të shkonte edhe me lule atje, edhe me trëndafile edhe me betalet e Partisë Socialiste, përsëri proceduar do të ishte. Po ju e mendoni do të këtë fakt që Ngjova, unë nuk e dia është e vërtet. Gjingjoni u procedua sepse ka kërku votën të një qytetar, policia e partisë e ka bërë. Kemi ikur nga ajo dhe unë i qëndroj asaj çfarë kam thënë tek ju. Personalisht nuk kam përfitim a do ta fitoj PD-ja apo PS-ja, nuk më intereson fare, se unë avokat jam edhe do mbetem avokat. Po e rëndësishme është kjo. Ju kam thonë ju këtu, jemi në kushtetutën e 1976 ku prokurori bënte gjithçka. Dhe sot u provua qartazi që policia e shtetit dhe prokuroria bën atë çfarë ishte bërë në atë kohë. Sot është provuar qartazi, nuk flas për fitore, këto nuk më intereson. Po është provuar qartazi që Partia Socialiste edhe me SPAK-un në këmbë që i thoshte me PR-in, e kemi komentu besoj, më t'ja kujtojmë popull, se 3 ditë i harrojnë pas e thënë se tha ky. I kemi thonë që ka bërë PR duke njoftuar që po shkoj vizit në Fier, në Lushnjë, në Vlorë, në Këtej dhe çuditërisht ka arrestuar gjithë të PD-s.
edhe gjithë opozitës. Shkoi në Shkodër duke arrestuar kryetar të PSD-s, ndërkohë që pushtetin e ka Partia Socialiste. Edhe për PSD-n që ka dalë hapur kundër koalicionit me PD-n. Pa nuk do duhet që Flamur Noka, a nuk do duhet që Flamur Noka të ndishte rrugën ligjore, të lajmëronte policinë, pse jo dhe strukturat e posaçme për të bërë verifikimet e duhura. Po aty duhet t'i tregoj qartazi organizatave ndërkombëtare që edhe ata vetë besojnë, t'i tregoj qartazi që si bëhet vjedhja, si bën këto veprime, të cilët nuk janë veprime sipas ligjit. Ç'a të bëje Flamur Noka, të marrë një A4 edhe një stilolaps? Ja nuk ka bëj stilolapsi, ja mirë ka bëj stilolapsi, ja çon me post, po postieri që është komunist, si ja çon Spaku, si do ta gjejmë ne që ka shku kallëzim te Spaku? Qa do marim Altin Dumanin telefon, Altin do thot çfarë? Procedohesh penalisht, pse? Pse më morën telefon. Po çfarë kërkoni ju tani? Kërkoni të zbatohet ligji ku Klepa 2 i kanë bërë lavazh Parti Socialiste edhe kanë arrestuar Jon Velin për të dhënë hapësirë Edi Ramës? Pa e kuptoni ku jemi. Populli nuk e beson këtë gjë, po kur do t'i vi fatura, dhe jam i bindur tani plotësisht për këtë gjë. Kur t'i vi fatura, atëherë mos të qahet tek avokatët, tek njerëzit na thënë çak na ka gjetur prona ime, pronën do ta marri Fadroma, edhe kur shkosh te avokati mos u qa, mos shko fare në gjykat. Lere, gjykata është akt notarial. Ju tani po mori ky pushtetin, dihet që shtëpinë tuaj edhe me tapita kesh, edhe pallata kesh, ai do prish gjithë pallatet e vjetra, do të lejt jashtë ata në shtëpisë dhe thot, tani unë vendos për jetën tënde. Po këtë do t'ja bëj të gjithëve, nuk do pyesja ai i majt apo i djathtë. Dhe fatura ekonomike që do të na vinë si popull, do jetë kaq shumë e rëndë se sa kur shkojmë në Bashkimin Evropian, po shkuam se në sovjetik jemi, po shkuam aty ku kishe 5 shtëpia do kesh 2 shtëpia dhe aty ku ke 2 shtëpia do kesh 0 shtëpia. Mbajen me dhe shënoj të lutem këtë me shumë kujdes që të mbeten këto gjë se mos harrohen nëse pas nesa. Ndërkohë në Tiranë është kapur një grup i caktuar në një zyrë private të Partisë Socialiste që duket se ishin mbledhur si grup patronazhist dhe kishin lista të votuesve. Midis tyre edhe Erion Braçe është gjendur në këtë zyrë. Ju si e keni parë gjithë të përplasje dhe këtë kaos që krijua mbrëmjen e sotme dhe duket se t'jep përshtypjen e një etape tjetër ose të një kohe tjetër dhe jo të vitit 2025 që zgjedhjet do duhet të ishin krejt normale. Unë mendoj se për Partinë Socialiste është jeta vdekje ky mandat të cili këta duan ta marrin me çdo qëllim, pra me çdo mundësi, sepse duan të heqin prova, të zhdukin çdo gjë të mundshëm që të dëmtoj ata. Dihet që këta në rast se do të marrin pushtetin do të bëj alibit më të mëdha të cilët ju nuk do t'i keni parë kurrë, dhe arroganca që e tregon qartazi një deputet i parlamentit, i cili për mendimin tim dyshoj që do zgjidhet deputet, por gjithsesi kjo mbetet për të parë, tregon qartazi që Partia Socialiste dhe mënyra se si ka eksponentët e saj nuk janë politikan. Edhe unë këtë e vërtetova jo se u bë konflikti, po ata nuk janë politikan. Pra unë mendoj se ata janë antarë me të vërtet bandave. Dhe jam i bindur për këtë që ata që kanë bandit. Se një politikan nuk mundet në një arrogancë të tillë të sillet ndaj një gazetare, ndaj medias, ndaj qytetarëve të thjeshtë dhe të bëj konflikt duke thënë që është zyra ime. Është zyra jote? Po, vendos figurën tënde, vendos flamurin e Partisë Socialiste, dhe pse ti duhet zyrën ta kesh pa shenja dalluese të partisë politike. Pse ku je ti? Po je në grup kriminal i cili po bën ai organizat, dhe përveç kësaj, fakti tjetër është më i rëndë, leje zyrën. Hajde se për 60 ditë ai do ta deklaroj se pushtetin e ka, mund të bëjmë manipulime çfarë do qefi. Mbaroj, kjo nuk ka rëndësi. Po ajo tjetra që ishin gjithë ato zyrtar të shtetit që paguhen me taksat tona, qylgjit, qenat e administratës që për bukën e gojës. Ato, jo për bukën e gojës, pra ato duhet të flakën të gjithë nga administrata publike, se janë ata që kanë marrë në qaf vllaj me vllajin duke vrarë për pronën. Ato figura janë që kanë bërë këtë gjë. Ata në këtë komb, që vrite vllaj me vllaj për pronë, sepse ata marrin korrupsion. Ky është fakt konkret. Çfarë duhet i bëjmë ne këtij fakti? Prandaj arroganca është e tëra brenda asaj partie.
Ajo parti, për mendimin tim, do shuhet, po shurja e asaj partisë do vi pas një kohë të gjatë sepse është pak vështirë. Po shuarja e asaj partisë do të vijë në mënyrë më kardinale dhe uroj të jemi këtu dhe do të shikohet se si ajo parti do të shuhet, sepse goditja që është bërë Partisë Demokratike, konkurenca e brendshme në Partisë Demokratike është ndryshe nga Partia Socialiste, që në Partinë Socialiste Erion Velin e futën në burg, po nuk ka njeri që t'i dali përballë Edi Ramës. S'ka. Kur nuk ka konkurrencë brenda partisë, ka vdekje partisë. Nuk është studim, është logjik popullore. Dhe prandaj e them, arroganca do ju vi me arrogancë. Dhe mbajeni mend që ata të cilët sillen me paratë e taksapaguesve shqiptar në mënyrë abuzive, do vi momenti që do merren mbrapsht një ditë. Dhe jam i bindur për këtë gjë. Edhe unë do them edhe çka tjetër, akoma më e rëndë se kja. Dëgjoj pak më vëmendje këtë dhe po ta them sinqerisht. Zotri, kush ka punuar në administratën publike është vendos një ligj që kur ka shkelje të rënda do t'i paguash nga xhepi ti që punon në administratën publike. Ta ka bërë partia jote që të shmangi përgjegjësinë, thot vulose ti, firmose ti, po ti do pagush lek. E dini ju këtë? Ekziston tani e tutje, vetë Partia Socialiste ja ka bërë këtyre që shkën vdesin për më mbledh votat të Partisë Socialiste. Aty e keni ligjin. Kush do të dëmtoj interesat e shtetit, nuk do të pagoj partia politike, po të pagojnë këta që mbledhin vota për një subjekt i cili është kapur në flagrancë duke vjedhur. Kjo është Partia Socialiste. Tani, mazhoranca duke pasur gjithë infrastrukturën shtetërore, çfarë nevoje ka që të krijoj grupe të tilla në një ditë si kjo, siç është procesi i votimit ku gjithçka do duhet të jetë e qetë? Nga se friksohet në këtë rast? Është jeta vdekje për Partinë Socialiste. Nuk e di nderuar, por edhe një herë t'ja rikujtojmë. Por Rama i ka të më falni, Rama deklaroi që i ka të sigurt rreth 78 mandate. Ai mund të thotë kam të sigurt gjithë Amerikën sot, që Trumpin nuk e ka të sigurt sepse duhet ta ftoj me kërkesë zyrtare, se vetë nuk shkon dot, me sa di unë. Tani, nuk më interesojnë mandatet, edhe njerë. Mandatet shkojnë e vinë. Pushteti është më i rrezikshëm se opozita. Dhe unë jam i bindur që ata janë të rrezikuar, prandaj përbëjnë gjithë këtë përpjekje. Përpjekja e tyre është që të fshin, të bëjnë gjithçka që nesër mos të përballen me realitetin dhe në vërtetën. Vjen një ditë në këtë botë që jetojmë, fatura, i nderuar, tek ju, në hapësirën tuaj, kam thënë që Erion Velin nuk e shikoi mirë nga janari 2025 në maksimum dhjetor 2025. Dhe nuk kam qenë ai që kam thënë qeveri teknike, shtyen zgjedhje, jo arrestimi, këto janë prradhën e mbret. Edhe ju a them me plot seriozitet përsëri, Partia Socialiste është në nivelin më të keq të jetës së saj, të ekzistencës së saj dhe të ardhjes së saj në një moment të dytë pas ikjes nga pushteti. Është dyshuese, sepse nuk ka më konkurrencë të brendshme. Në një vend ku nuk ka konkurrencë brenda një subjektit politik, ai vend që quhet Partia Socialiste ka vdekur. Thjesht po e mbajnë me, si themi, personi i cili ka vdekur në mënyrë klinike, po e mbajnë aparaturat, dhe tani në këtë moment Partinë Socialiste po e mbajnë aparaturat. Pra, frymëzimin, frymën dhe të gjitha këto e mbajnë aparaturat që tani janë asete kombëtare që janë administrata publike. Po kjo administrat nuk e di që një ditë në një aksident të mundshëm mund të bëhet diçka dhe të vi një administrat tjetër qeverisëse dhe t'i thot, ti i ke kushtuar shtetit shqiptar kaq miliona dëm. O do t'i marrë nga ty dhe pasurinë tënde, o do futesh në burg, zgjidhe kën nga të dyja. Pra, në të dyja raste, nuk është mirë për një person që punon në administratë. Prandaj unë them, administrata publike nuk mundet dhe s'duhet të jetë të bëhet lojë e një partie e cila sot është nesër nuk është. Merkel, 16 vite pushtet, një akuzë nuk i kanë bërë
asajt dhe as kabinetit vet. Ndërsa këtit 1000 akuza dhe ky pretendon të marrë mandatin e 4. Kjo është e pa imagjinueshme të ndodhi në një vend si vendi ynë. Prandaj unë atë që mendoj për qytetarët dhe mënyra se si është vazhduar kjo betejë dhe mënyra se si akoma nuk kanë dalë rezultat dhe mënyra se si dalin njerëzit në publik dhe kështu me radhë, për mua më vjen shumë dyshime, po gjithsesi do ta shikojmë. Si është e mundur që një figurë si Erion Braçe, i cili të paktën njihet si një nga socialistët e vetëm pothuajse të mbetur në Partinë Socialiste, të përfundojë në një situatë të tillë, saqë do duhej të kapej krejt në befasi dhe do duhet ngrinte duart para gazetarëve mbrëmjen e sotme? Është tregues i qartë, dhuna ndaj medjes është i dukshëm. Këtë e ka bërë kryeministri i vendit, kryetari i partisë vet. E ka gjuajtur gazetarën dhe thjesht është manipuluar pak situata. E kanë fshirë, nuk e kanë dhënë në mediat e tjera dhe mbaroi puna. Por është si puna e zakonit, kur burri të ngre një herë dorën, normalisht do ngret herën e dytë, herën e tretë dhe e katërt, bëhet zakon ai, pastaj edhe s'ka më rëndësi, s'ka vlerë. Pastaj po arriti gruaja edhe kallzon penalisht, pastaj e fut në burg. Prandaj kështu është edhe kjo situata. E lama si Ramës tote Kazan, media, Kazan. Në fund fare, gjithë media nuk i thanë, ti Kazan ne, po, ti dil vetë në televizionin tënd dhe ne do kemi punën tonë e sapin tonë. Po jo, ati ti duhet edhe ti thot Kazan, edhe ti maj në presion mediat duke i treguar fatura djathtas majtas. Prandaj, mënyra se si u soll ndaj një femre, për mua tregon që nuk është njëri i denjtë për të qenë deputet dhe parlamentar. Nuk e di çfarë do të bëjnë ashtu votuesit, po gjithsesi mbeten ato videot e personave të dhunshëm dhe jam i bindur që do duket një ditë rasti i tij, i cili mas një kohë të caktuar do kërkojë ndjesë publike dhe sikur mos të kërkojë ndjesë publike, dihet që një ditë ligji zbatohet dhe në zbatimin e ligjit ata të cilët kanë abuzuar ligjin sot i ke prapa ekurave. Ti do të shikosh rastin Veliaj se si kërcenonte Ora News dhe kur sot Ora News dhe kur sot Erion Velia. Çfarë të them tani? A mendoni se do duhet të ishin zhvilluar këto zgjedhje duke pasur parasysh këtë lloj situate politike, pra do duhet të ishin marrë masa më parë për të shmangur situata të tilla apo janë krejt pashmangshme në një gjendje politike kaq të tensionuar? Edhe një herë do ta them gjithë ato herë këto ditë. Jeta vdekje. Kjo është situata. Nuk shmanget. Nuk shmanget kjo situatë, sepse është e tillë krijuar nga palët politike dhe ata vetë duhet të mbrojnë veten e tyre. Pra secila palë mbron veten e tyre. Pra është si një proces gjyqësor. I thua merr avokat. Pse? Se avokat do të mbrojë të drejtën tënde dhe gjykata është ajo që vendos a ke të drejtë apo jo. Ndërsa sot kemi palët që mbrojnë njëri tjetrin, pra mbrojnë njërat veten e vet, secila veten e vet, ndërsa sovrani ka folur dhe kutit janë aty dhe duhet të numërohen. Prandaj për mendimin tim nuk ka se si të parandalohet kjo kur nuk ka një edukat të caktuar dhe një kulturë dhe maturi dhe pjekuri dhe janë ata pikrisht të cilët vetë fjalën edukat e kujtojnë atëre kur i dhemb dhe ka flakën në derë dhe atëre kur nuk e ka flakën në derë fillon edhe bën të arrogant. S'kam çfarë të komentoj më të shumë për zotin Braçe, i cili jam i bindur që në një moment të caktuar ligji do veprojë ndaj tij. Si e konsideroni hetimin e SPAK-ut në këto zgjedhje, i cili duhet thënë është marrë me qytetarë të ndryshëm që kanë fotografuar votën dhe çfarë prisni të prodhoj vetë hetimi i SPAK-ut mbi krimet e vërteta zgjedhore nëse do të ketë të tilla apo nisur dhe nga ato që janë denoncuar kryesisht nga Partia Demokratike? Unë nga SPAK-u nuk pres asgjë, unë pres vetëm një gjë konkrete, Dumanin deputet Parti Socialiste, ministër Parti Socialiste, president Parti Socialiste, por me një kusht mund të jetë dhe pretendent për kryetari Parti Socialiste, por kanë frikën këtu, të lutem pak më vëmendje, se në rast se do të marrë drejtimin e Partisë Socialiste zoti Dumani,
mendoj se zoti Rama do përpiqet të bëjë aleancë edhe me djallin për të bërë modelin e Maqedonisë së Veriut, ku krye prokuroria e famshme u arrestua dhe u fut në burg. Pra, zoti Dumani vetëm mos të prek zotin Rama dhe është i qetë në punën e tij. Nga prokuror mund të bëhet deputet, ministër, president, vetëm kryeministri dhe kryetari i Partisë Socialiste. Pra, në rast se ka cilësinë e kryetarit të Partisë Socialiste, në atë moment do preket. Pra ju mendoni se mund të kemi precedent të ngjashëm me rastin e Maqedonisë së Veriut? Po, në rast se zoti Dumani do preki karriken e Partisë Socialiste, patjetër, pra kryetari i Partisë Socialiste. A mendoni se mund të shkojë deri aty apo ka një marrëveshje të heshtur? Hitleri bënte diçka. Kur erdhi momenti kur të hoq, se dha i me votime u bë, gjitha me votime, me proces demokratik, edhe Enver Hoxha në Shqipëri me proces demokratik ka ardhur. Lexoni kushtetutën, lexoni të gjitha ato, do shikoni që u thoshte lidhja demokratike, popullore, me radhë. Prava. Edhe Hitleri ç'a bëri kur filloi të u tërheq, e tha tani ne po të rriqemi, se bërëm ç'a bërëm, po tani duhet të fshijmë edhe provat. Tani duhet dalin edhe ata të cilën na mbështetin, duhet ikin. Edhe filloi pastrimet e veta, nuk do merren posaçërisht ç'a bëri. Edhe rasti i Enver Hoxhës, ç'a bënte kur ishte mirë me antarët e partisë, shoku Enver, kur fillonte ai prefte pak lapsin e bënte ai gjë, i thoshte ai ja armiku i popullit, jo më i partisë, i popullit. Pra nga partia u bëri i popullit. Dhe unë mendoj në rast se do të preket karrikja e kryetarit të Partisë Socialiste, tani nuk e dia do të ketë zoti Rama cilësinë edhe të presidentit të Republikës apo kryeministit pas këtyre zgjedhjeve, mbetet për të parë kjo gjë, por unë mendoj, edhe të jemi qartë me ju, që në rast se do të preket kjo karrikja e zotit Rama, sigurisht që zoti Dumani do jetë një model i mundshëm për të qenë modeli i prokurorës famshme të Maqedonisë së Veriut. Po nëse marrim skenarin që Edi Rama i humbet zgjedhjet dhe ndodhet më i dobësuar përballë drejtësisë, a ka gjasa që Dumani të përfundojë si në rastin e Maqedonisë së Veriut? Për mua Rama i ka humbur zgjedhjet që në 2021. Këto zgjedhjet janë thjesht zgjedhje politike të cilat të tregojnë një rezultat. Legjitimimi i zotit Rama ka humbur që në 2021, ku ka bashkëpunuar me McGonigal kundër Tom Doshit, kundër Vagjush Dakos, kundër Sali Berishës dhe kundër pjesëtarë të opozitës. Gjithashtu ka humbur edhe ku ka kërkuar arrestimin nga Partia Socialiste, nga Asambleja e Partisë Socialiste kundër kundërshtarëve politik. Tani çfarë kemi në rastin konkret nuk ka asnjë lidhje. Pse? Sepse zoti Rama ka humbur gjithçka. Por çfarë ka zoti Rama? Ka Partinë Socialiste ende. Që do të thotë, mbajtja e Partisë Socialiste dhe privatizimin e Partisë Socialiste me kodin zgjedhor që po te ju e kam kontestuar që në korrik të 2024, tregon qartësi privatizimin edhe të karrikeve të deputetëve. Që do të thotë, të jemi të qartë, zoti Rama do ketë deputet. Në rast se do të ketë një marrëveshje që zoti Dumani apo kush Duman tjetër do të bëhet si një prokuror i Maqedonisë së Veriut, kjo mbetet për të parë. Po unë jam i mendimit dhe e kam shumë të qartë të gjë, që brenda 3 vjeçarit pas ikjes së Dumanit, jam i bindur që Dumani do të bëhet një rast tjetër siç është rasti i Maqedonisë së Veriut. Mendoj se do të arrestohet Dumani në një moment, sepse partia në pushtet përdor të njëjtin model, të njëjtin manual. Pra, unë po them për qytetarët që e shikojnë dhe dëgjojnë intervistën time në mënyrë të ftohtë dhe jo me emocione. Ata të cilët kanë emocione mos më dëgjojnë. Ata të cilët nuk kanë emocione, por kanë vetëm maturi për të kuptuar është kjo. Manuali i një procedimi, manuali i një vepre penale, manuali i një politike të tërë se si sillet, është pothuajse i njëjtë. Mund të ketë ndryshime marzhi gabimit 2%, 1%, po është e njëjta mënyra se si veprohet. Pra, do ta marrim me vepër penale si vret një person, është e njëjta mënyrë që ai person vret.
është e njëjta mënyrë se si ai person vetë mbrohet. Dhe është e njëjta mënyrë se si arrihet kurba dhe shkohet deri lart dhe zbjehet më njëherë poshtë. Që do të thotë, mënyra se si kanë zgjedhur politikanët tanë çdo gjë ta bëjnë edhe pastaj ta prishin është e tillë. Pra, reforma në drejtësi ishte e mirëpranuar për Partinë Socialiste, jemi dakord. Deri në 2025 në shkurt lavdronte Partia Socialiste arrestimet për Sali Berishën, për Ilir Metën, për politikan, për gjësia është individuale, Turpi Ahmeta i cili doli jashtë shtetit dhe nuk përball me drejtësinë që vetë ka votuar dhe ka shërbyer, turp për njëri për tjetrin. Sapo u bë goditja me hapin klapa këtu, jo se u bë goditja sepse donte më bë sepse ai ka bërë vepra penale, po se ishte në shërbim të partisë. Kujdes këtu. Por ndodhi kjo që ndodhi, pastaj filluan njëri thonte shkrirje, tjetri thonte standarde, tjetri thonte rishikim. Por ama të tre bashk kërkojnë rishikim. Që thonë, të tre bashk do bëjnë gati të luftojnë reformën. Pse? Sepse po të tre bashk mendojnë se reforma është kundër tyre. Që do të thotë ky është manuali. Pra, manuali bëra diçka të mirë dhe ajo përkthehet me diçka të keqe. Dhe se si veprohet kështu në këto forma. Pra do të thotë që për mua zoti Dumani, në rast se është mirë me dokumentat, okay, s'ka problem, po në rast se i ka shërbyer në mënyrë të padrejtë partisë, partia do ta godas. Do t'jap një rast konkret. Nuk kam marrë akoma materialin, se po pres të ma sjellin në mënyrë zyrtare, për rastin e Irena Gjoka. Se unë s'dalë në televizion them diçka që ose kam të vërtetuar me dokumente me prova. Po pres të ma sjellin jashtetit nga Janina. Puna është këtu. Në rast se ky fakt që kanë nxjerr Beleri edhe Zori Berisha për më gjyqtarin i cili është dënuar në Greqi që ka vepër penale, jo ajo si do ta përcjellin këto që është eksportuar, që këto budalli që është debuar këto me radhë. Këto është mashtrim, kjo është mashtrim. Në rastin konkret ajo mund të jetë dënuar me vepër penale, sepse legjislacioni grek në atë kohë u dënoje për vepër penale, pavarësisht se ti nuk u merrte mas sigurie, se greku në legjislacionin e tij nuk e përdor masën e sigurisë në të tilla raste, por të njofton për akuzën. Një sekond. Thuhet që ka dy dënime, një administrativ dhe një edhe një penal. Po edhe te penali dhe administrativ je në dieni ti. Në momentin e parë je në dieni. Nuk mund të thuash sepse je gjykuar në mungesë. Thënia në gjykim në mungesë nuk është si procedura shqiptare. Pra ai të vjen aty dhe të firmosësh, ti procedosh penalisht, ve firmën këtu, ti procedosh administrativisht, ve firmën këtu. Këto të dyja firma i ka shteti grek. Ndërsa prokurori i partisë do marrë firmën administrative dhe ta rrëkte penalen. Kështu do ta bëjmë këta, se dim këtë. Por, ç'a ndodh? Kjo zonjë, në rast se është e vërtet kjo gjë, dikush ja ka ditur këtë, e ka mbajtur peng dhe i ka thënë, "Ma arresto Sali Berishën, Ilir Metën të gjithë këta." Kjo zonjë është mbajtur peng. Dhe prandaj them që manuali është i tillë i partisë, pas asnjëri se beson. Prandaj them, edhe ata të cilët mund ta gjykojnë prokuror gjyqtar, unë ja them për të mirën e tyre, s'më intereson mua, ato do të vetë vriten, le të vriten vetë, është edhe drejta e tyre, por ama unë po ja them që ky është manual që përdor partia, o do t'i nështrojnë kushtetutës dhe partia do zhduket, o do jeni me partinë dhe partia do ju maj peng. Është zgjidhja juaj, nuk është e imja. Po në këtë rast, sa i shantazhueshëm është Altin Dumani, se me që përmendu të rastin e Irena Gjokës, dhe sa rrezikohet nga shantazhi dhe presioni politikës? Unë mendoj se është e sigurt kjo që ai është në presion, po presioni nuk mund të duket tani se ai është kryeprokuror. Presioni do të ndodh pas shtatorit me tetor kur do të vendoset kuvendi i ri, sepse do të kemi ndryshimin e kryetarit në dhjetor, dhe unë mendoj që në një moment të dytë, zoti Dumani mund të jetë një person i cili do sulmohet nga këmbët politike, sepse do të kenë mbaruar zgjedhjet, do të ketë dalë rezultati, në rast se formohet qeveria, punë tjetër do kemi procedura vazhdimësisë,
Në rast se nuk kemi një rezultat që formon një qeveri të mundshme, mund të shkojmë edhe në zgjedhje të parakohshme. Mund, unë nuk po them dot se nuk është shpallur akoma rezultat përfundimtar. Por duke marrë në këtë kontekst, unë e them qartësi. Po, edhe ai mund të ketë presion. Edhe ai mund të merret peng. Pse do merret peng? Sepse ai mund të ketë përdorur diku dhe mund të jetë përgëzuar për diçka, por në fund fare do t'i vi goditja politike nga vetë subjekti që ai përfaqëson, që quhet Partia Socialiste. Do rikthehemi sërish tek SPAK-u, po të ndalemi paksa tek procesi i numërimit të votave të hedhura në kuti, të cilat shprehin vullnetin e qytetarëve shqiptar. Si mendoni, si do të përkthehet ky vullnet? A do të kemi një ndryshim të pushtetit apo Edi Rama do të marrë mandatin e 4? Unë nuk jam fallxor dhe nuk dua të bëhem fallxor, por unë do doja shumë që asnjëri mos të marrë mandat i vetëm dhe unë do doja të ishte një mandat koalicioni i gjerë, pse jo, por asnjëri mos të fitojë mbi 70 mandate. Mendimi im është i prerë dhe nuk e vendos në asnjë debat dhe negocim asnjë, sepse interesi i Shqipërisë kalon nëpërmjet votës dhe i intereson të gjithë shqiptarëve me parti pa parti, me dëshirë për të votuar apo jo. Bashkimi Evropian nënkupton edhe detyrime përveç të drejtave. Dhe unë dua që qytetarët tanë të shkojmë drejt Bashkimit Evropian, por të kuptojmë ku po shkojmë, si po shkojmë dhe kush është vendi i dur për Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Se nuk mundet politika aktuale të marrë vendime për ne dhe të na ngarkojë detyrime të tjera të cilat ne nuk do të kemi mundësi të përballojmë ato. Prandaj numërimi i votave do të jetë një proces i rëndësishëm, i cili për mendimin tim duhet të jetë në mënyrë të drejtë, të barabartë, transparent, pa manipulime dhe të dalë rezultati përfundimtar. Unë nuk dua që të fitoj as Partia Socialiste, as Partia Demokratike, as partitë e tjera vetëm. Unë dua të fitoj shqiptari me një koalicion të gjerë që nesër ai që abuzon me pronën e shqiptarit jo vetëm të shkojë aty ku e meriton, po të largohet nga administrata publike sepse i shkatron jetën e një shqiptarit ku ai dyshon akoma për pronësinë e tij. Prandaj, a do dali rezultati dhe si do dali rezultati, populli foli. Do dali rezultati, atëherë ne do t'i bëjmë një analizë tjetër se si doli, çfarë doli dhe çfarë konkretisht dha për qytetarët. Si e konsideroni rolin e SPAK-ut në këto zgjedhje, por edhe ajo që do të vi pas këtyre zgjedhjeve, a do të rrisë po themi forcën goditëse kundrejt figurave politike të korruptuara, apo do të ketë të njëjtën vim siç e pam para zgjedhjeve të 11 majit? Për SPAK-un, unë nuk kam ndryshuar mendim për ata që thojnë për SPAK-un që ishte gjëja më e mirë, më e rëndësishme edhe nesër, sikur të ndodhi ataja, unë përsëris SPAK-un do ta kem si një ndër institucionet më të mira që kanë shërbyer Partisë Socialiste dhe i shërbejnë Partisë Socialiste. Asgjë nuk më bën mua të ndryshoj qasjen ndaj SPAK-ut kur nuk lufton krimin e organizuar dhe terrorizmin në vendin tonë. Kjo është e tmerrshme që ndodh në vendin tonë. Ju përmendët pak më parë se pas këtyre zgjedhjeve, konkretisht dhe kur të formohet kuvendi i ri, SPAK do të jetë në një presion shumë herë më të madh për fshi këtu dhe Altin Dumanin. Por nga ana tjetër, a do t'i ketë instrumentet e duhura SPAK-u për të goditur figura politike të korruptuara, ku përmendim këtu rastin e Edi Ramës, i cili dyshohet për aferën korruptive të ish agentit të FBI-s Charles McGonigal. Rastin e tij e kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
unë nuk pres asgjë më shumë përveç se CIA, FBI, çfarë janë institucionet e agjendës amerikane të veprojnë ndaj një abuzimi të tillë dhe personit ndaj të cilët mund t'i ngarkohen akuza të marrë dënimin e merituar gjithmonë me një proces të rregullt ligjor dhe gjithmonë duke u bazuar në prezumimin e pafajësisë. Unë nuk jam nga ata që gëzohem me burgun e tjetrit, unë jam nga ata të cilët gjithmonë, edhe kur kam dashur të jap qëndrimin tim pavarësisht emocioneve të mia, se të gjithë kemi emocione, kam thënë prezumimin e pafajësisë. Por unë dua gjithmonë të them që kjo çështje nuk është shqiptare, është amerikane dhe kjo duhet të rihapet në Amerikë, të hetohet qartazi dhe të dalin fajtorët kush ka shpallur non grata Sali Berishën, Tom Doshin, biznesmen të tjerë dhe shumë funksionarë të tjerë për të favorizuar Partinë Socialiste. A mund të çojë në këtë drejtim konkretisht hapjen e dosjes së Edi Ramës, lobimi që ka bërë nga ana tjetër kryedemokrati Sali Berisha, i cili përmes shoqatave të ndryshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka realizuar një lobim për $6 milion dhe ndërkohë kanë dalë edhe dokumente të tjera i cili kishte kërkuar tërthor razi për të udhëtuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kontrata ishte një makinacion i atyre që donin të thonin që sa lek pagoi Sali Berisha për veten e tij, ashtu siç ja përmeni edhe zoti Braçe, por e vërteta është që lobimi është i lishëm në Amerikë dhe përderisa nuk kemi një rast konkret vepër penale apo një shkelje ligjore, është e kohët për të diskutuar lobimet apo gjëra të tjera që ka të bëjë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me rolin e Berishës që kërkon të shplajë ose më mirë të pastroj veten e tij, sepse nuk mundesh të ngjyrosësh apo të mundesh të diskriminohesh nga një administrat Biden që ka qenë në sferën, por edhe në ndihmën edhe në ndikimin e fondacionit Soros, që familja e Blinken ka qenë familja më e privilegjuar e fondacionit Soros. Këto politika të caktuara të administratës Biden bërën që të cenojnë marrëdhëniet e Partisë Demokratike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe të Sali Berishës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur zoti Berisha ka qenë ai i cili ka pritur për herë të parë në vendin ton presidentin amerikan George Bush, që do të thotë duhet të jesh shumë naiv të besosh që ka kaq shumë i keq Sali Berisha, ku ndërkohë Departamenti i Shtetit asaj kohe pranonte që zoti Berisha ka qenë një kryeministër i denjtë dhe vjen administrata Biden kur Berisha është në opozit dhe thotë që ky dyshohet për aferat të korrupsionit. Tani këtë besoj unë, besoj administratën më parshëm që të erdhi këtu presidenti amerikan, apo të besoj plakun Biden i cili iku nga kandidimi sepse i than u plake edhe të komandojnë tjerë dhe s'komandon ti vetën dot. Këtë besoj. A mendoni se Berisha mund të hakmerret ndaj Edi Ramës me të njëjtën mënyrë që ai pretendon se Edi Rama u hakmor ndaj tij duke shpallur non grata përmes lobimit në Departamentin Amerikan të Shtetit? Nuk e di se si janë pëlqimet e zotit Berisha. Nuk mund të bëja një analizë të tillë. Edhe sikur të më bëhet ti mua pyetje, shfaqjet e mia publike thënë shumë qartë çfarë do bëja unë në rastin e zotit Berisha. Konkretisht? Atë që se ka imagjinuar kurrë. Që do të thotë? Gjithmonë të lishme, kupton? Asnjëherë unë nuk do përdor mekanizma të palishme, por me procedurë. Zoti Rama, mekanizëm ligjor përdori edhe kryeministri Rama. Jo. Ai ka përdorur mekanizëm ligjor, por pa procedurë. Më dëgjoj mua çka ka thënë Rama, ka thënë një gabim nëse i referohemi deklaratave të Berishës. Jo, më dëgjoj të them unë diçka tjetër më të rëndësishme që asnjëherë s'e ka marrë vesh këtu, sepse Rama e ka thënë nga pushteti tepër që kanë këta, nuk pyesin për ligj, ja kupton? Këta kanë një smundje, asnjëri nuk e ka parë. Këta kanë një smundje që nuk i intereson ligji se janë mbi ligjin. Rama, kur morë në pyetje për incineratorët në radhë, Rama tha, të gjithë vurën re që tha,
paf. Jo, unë nuk vura re atë. Ai tha, me në mënyrë të tillë, shikoj si bëri. Qa procedurë, që më duhet mua procedura? Zotri, te ligji material ekziston patjetër procedura. Është edhe ligji material, edhe ligji procedurial. Në rast se ti zbaton ligjin material pa respektuar procedurën, kemi të bëjmë pavlefshmëri të çdo veprimtarie. Edhe kështu është edhe vepra penale. Në të njëjtën mënyrë, si do të dënohesh ti nga ligji material ku ndërkohë duhet të zbatohet ligji procedurial penal? Zoti Rama tha që pyesën procedurën, çfarë është kjo procedurë kjo? Unë fa. Të gjithë muajt të fa, po nuk pa procedurën. Që do të thotë, nga procedura është ajo që ka ndodhur që këta nuk e besojnë dhe unë them për procedurë. Pra, unë në mënyrë proceduriale do të bëja atë që Zoti Rama nuk do ta kishte pritur. Pse? Sepse nuk e din burri botës. Si ja kanë thënë, o vlla, kemi edhe materialin edhe procedurën që duan ato shqipe. A e kupton? Nuk ja kanë thënë. Prandaj, çfarë them unë tani? Çfarë do bëj Zoti Berisha? Le të bëj çfarë do qefi. Po unë do bëja ndryshe, me procedurë. Si mendoni, cili do të jetë qasja e vetë presidentit amerikan Donald Trump me qeverinë e re që do të krijohet pas zgjedhjeve të 11 majit, dhe a do të ketë atë qasje për të piketuar apo seleksionuar individë të tillë që mund t'i shpallë non grata, siç ishte rasti i Milorad Dodik në Bosnjë-Hercegovinë? Zoti Trump, linja Trump, zëvendës presidenti i Trumpit, ka thënë qartazi që sherifi është në çdo qytet, është në qytetin tuaj. Brenda 24 muajsh do të shikoni sherifin i cili do të flasë, dhe sherifi do të flasë në mënyrë të heshtur. Folja në mënyrë të heshtur është më e frikshme se ajo që bënte Yuri Kim përpara Partisë Demokratike, duke i thënë demokratëve për barë, edhe duke shpallur në ngrada njerëz të cilët ajo nuk e kishte në kompetencën e saj, ashtu siç tha fjalinë e famshme që mora garanci nga Edi Rama, Yuri Kim, imagjino tani ambasadorja, mori garanci nga Edi Rama në 2021 që nuk do përfshi ka Edi Rama Tom Doshin në koalicionin e 2021. E kupton tani ku jemi? Pra një ambasador e barit na thot ne që mora garanci nga Edi Rama që nuk do përfshin në 2021 Tom Doshin. E kupton ku jemi? Pra, të jemi të qartë, të dashur miq. Administrata Trump nuk do bëj gabimet e plepaxhive dhe të qimetes e cila është qimete. Por ajo që unë di është kjo, që administrata e re është këtu, sherifi është këtu, ka ardhur disa herë, po asnjëri se ka pa. Thjesht nuk do themi ku është, po është. Nuk është ai që duket në media, është i padukshëm. Do të shfaqet në momentin e duhur dhe në kohën e duhur. Por nuk është ai që ka Berisha aty në krah për strategjinë e tij. Ai nuk quhet sherifi, ai nuk është sherifi, është tjetër person. Ju keni përmendur një listë me 69 emra që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë seleksionuar për t'i goditur apo shpallur non grata sipas veprave të tyre që kanë kryer kryesisht në Shqipëri dhe në rajonin e Ballkanit. Kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund ta bëjnë të ditur për opinionin publik një listë të tillë dhe kur kjo mund të krijojë atë fortunën e madhe në politikën shqiptare? Administrata Trump nuk do punoj si administrata Biden. Lista do të shpallet gradualisht dhe ata të cilët do të marrin dënimin e merituar do ta shikojnë kur do të marrin vizën, të marrin biletën, të shkojnë drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës edhe të kthehen nga avioni, pra të kthehen nga aeroporti mbrapsht sepse i është ndaluar hyrja. Pra do lodhen ata derisa ta kuptojnë. Por ajo që unë i bëj apel atyre, të cilët do të shkojnë tentojnë të kalojnë përtej oqeanit, të kthehen edhe të shfaqin vizën dhe çfarë ka përmbajtja e vizës pastaj. Kjo është sfidë publike, sepse
duhet kuptoni diçka. Viza është një e drejtë personale që personi vet ka vullnetin e tij dhe aplikon dhe kërkon nga shteti. Jo se unë jam i pajisur me vizë, kur se kam kërkuar pse të më pajisë me vizë. Pra, këto 69 persona të cilët e kanë vizën, të marrin avionin, të shkojnë atje, kur shkojnë te sporteli, po i tha xhaxhi polic, kalove, po i tha xhaxhi polic, ktheu, do kthehen. Prandaj i them të kenë edhe bilet kthimi me vete. Po janë 69 dhe do jenë 69, po nuk do dalin ta thënë. Pse? Do presësh se këto do ka një pritje. Për shkak se ata janë të Partisë Demokratike Amerikane, do presin të vinë Partia Demokratike Amerikane pas hiqjes së Trump, po iku Trump se do mund të vizë vend presidenti e tij si president. Edhe atëre do fillojnë të bëjnë intrigën që presidenca Trump, kjo kështu me radhë, ai kështu me radhë me fajt këto gjëra. Por 69 veta i ke të sigurt, i ke nga lloj-lloj kategorie, i ke lista është e përkryer. Thjesht vetëm Trumpi nuk bën atë që bëni Biden, që të nxjerr me emër mbi emër edhe të shuan, e kupton? Kurse ai rasti Trumpit e bën pak shumë ndryshe. Nuk e bën si Bideni. Zoti Zhlima, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Edhe unë ju falenderoj për ftesën. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.